Dikush e mendon se kur të baje hajër, njerëzit kanë me arë me lavdrata. Shumë mirë bane. Jo, ka me qupluën. Dikush ka me ngrejt hund lartë. Dikush ka me të ofenduë. Dikush ka me të kritikue. Dikush edhe kur ti se lavdron të kotën, ka me thonë gabim e ki, du të me lavdru që shtu dunjaja shkon të gjë. Pa korupcion s'ka kur gjë. Pa rrejt s'ka kur gjë. Ti hajtu dash veç drejta. Gjeneti Allahu Gjellala veç drejt. S'ka shtremt të gjeneti Allahu Gjellala. Shtremt me stremtit. Atë e drejta me drejtit. Andaj, kur të bajsh mirë, pluhën ngrejnë. Keme qu pluhën. Por ky pluhën është qu për hirtë të Zotit të bareke ve teala. E çdo pluhër shka ngritë për hirtë të Allahu të bareke ve teala, Allahu është përblen. Andaj Allahu Gjellala në surën Tauba, në një surë tjetër tha, edhe pluhunin shka ngritët në rrugt Allahu Gjelle Gjelalu dhe e thith njeriu ata, dë njerë pa dashje. Tha Allahu Gjellala, vetëm se ja u shkrujnë se vape.